kushtetueshmërisht a është e drejtë që përfaqësuesi një partie që ka veç një deputet me pas antarin e kryesisë, po sidoqoftë kush ka ankesa mund të anku prapë gjykatë kushtetuese. Zoti Aliti, po personazhe si Sheholli apo vet ai mund të kenë ndikuar për të furnizuar gjykatën speciale me dorën e Serbisë? Nuk e besoj që ka ndoshta në fillim, domethënë pas luftës, sepse njeriu kur t'ja vrojnë prindin edhe të dihet botërisht kush e ka vrarë dhe të ketë rrahgjoksje të njerëzve individualisht kush e ka bo, dhe ka pas edhe një komunikat, normalisht që edhe me u pas anku për vrasjen e babait vet, është krejtësisht normale për mua, sepse prindi është prind, nuk ka as parti, as ka feja, s'ka ideologji që e ndan prindin ose fëmin nga prindi. Tani në kohën kur ka pas diferencime, kohën e komunizmit, njerëzit janë përpjek me u largu prej njerëzve të familjes, me bën një farë distancimi, por tani mendoj që mund të ketë bën ai deklaratë, unë se di, por në gjykatë speciale nuk e kom pa që ka qenë me dëshmu. Dhe nëse s'ka qenë me dëshmu dhe s'ka qenë dëshmia e tij s'ka qenë e fshehtë, siç kanë dëshmu disa me perde, atëherë unë nuk muj me thonë që ka qenë dëshmitar dhe mund të ketë bërë diçka për gjykatën speciale. Por ana tjetër, nëse me bisedat që i kanë bërë oficerët e gjykatës speciale dhe hetuesit e gjykatës speciale kanë bisedu me njerëz prej, më thonë, nga 99-ta të gjitha vendet pothuajse kanë pas shërbimet dhe i kanë shërbimet e tyre në Kosovë dhe kanë bisedu me siguri që me secilin që është damtuar për me marrë dhona si çfarë ka ndodhur, si çfarë ka mujt me ndodhë me njërin ose me tjetrin. Siç kanë marrë dhona edhe për njerëz të zhdukur dhe për njerëz të humbur. Pra, ata që janë damtuar realisht, e drejta e tyre është e pamohueshme nëse kanë qenë të pastër, që të kërkojnë drejtësi ose të kërkojnë llogaridhënie për dikën që ka mujt me ekzekutu dikën. Por ai e ka pas babën, e thot edhe vetë që ka qenë oficeri udhbës, sa nuk e di që ka qenë ai, se kom njoft as kom dëgju, por dhe komunikatën e kom lexu dhe nuk mund të them se s'kam argumentin që ai ka denoncu ose ka ndiku në themelimin e gjykatës speciale. Themelimin e gjykatës speciale ka pas një fushat të madhe, ashtu siç ka pas edhe gabimet tona, të cilat kanë një kosto, por fushata ka qenë e madhe ndërkombëtarisht dhe në bazë kësaj fushate ka qenë Rusia dhe Serbia. Tani unë kam qenë edhe në mbledhjen kur është votu raporti i Dikmartit në Këshillin e Evropës, edhe kur është miratu në Komisionin për të drejtat e njeriut, raporti i Dikmartit për të kaluar në miratim në Këshillin e Evropës, ai ka qenë strategji e delegacioneve anti-Kosovë që me nxjerr raportin të premten kur gjithë pothuajse delegacionet edhe deputet të cilët janë pjesë e Këshillit të Evropës, e Asamblesë të Këshillit të Evropës, zakonisht tajtën mbrëmje ikun, sepse për të premtin mesin gjëra fare të parancishme për të votuar. Edhe që ja kanë vu menën dhe ka fitu me vota raporti dhe nga ajo filloi që u bë gjykata speciale e
Ajo përparësia jonë, mendoj ka qenë që na kemi qenë t'hapun si ish UÇK dhe si politikan përgjithësi, që të hetohemi, pse jo? Pse të, nuk ka pas kërkush kundër, por gjitha akuzat të cilat janë bërë kundër UÇK-s, kanë rënë, s'ka pas shtëpi të vetë, s'ka pas transplant organeve, dhe kjo e ka nxit, kjo propagandë e fuqishme, që ka qenë edhe mediatike shumë, e ka nxit Evropën, do të thoja, në përgjithësi, dhe kanë ndiku tek qytetarët e evropian që të thojnë, kene kem një muna. Pas ka pas njerëz që gjatë luftës kanë bërë transplant organesh dhe kanë përfitu me organet e dikuj. Që për neve ka qenë absurd, paktën për mu që kom ditë shumicën e gjanave se çfarë po ndodhin dhe çka muj me bë. Kush si kanë mujt me bë ato gjana, dhe s'ka dalë kur gjë, as shtëpi të verdh, as shtëpi të bardhë, as shtëpi të kuqe. Pra, filloj me diçka të madhe dhe përfundoj tani me do marhoma, me do perde atje, duke deklaruar dikush për qëllime personale, dikush ashtu, dhe kanë përfundu njerëzit në burg. Uroj që fundi të jetë pozitive dhe të mbyllë dhe ish-krerët e UÇK-s të lirohen sa më shpejt për të rikthyer gjë. Unë pres që ata me u shpall pa fajshëm të gjithë, edhe me u liru në fund të gjyqit. Zoti Alidi, falenderoj shumë për bisedën, edhe për gjitha informacionet dhe analizën që datë me publikun tonë. Faleminderit, mirupafshim.